Si po e shoj Penti? Ndaj Peja ka pasur prej fillimit probleme me përforcime, me probleme ndoshta edhe organizative. Nuk është ajo Peja që jemi mësuar ta shohim me një organizim të mirë, me një ekip të mirë, nuk po e shohim Pejen siç ka qenë me Rami Hadar, tani ka ndryshuar edhe me vetë trajnerin, por Peja është Peja. Në fund fundit dim nivelin e saj, mundësitë e saj, pas këtyre përforcimeve, këndelljes apo ardhes në formë të Dardan Berishës, gjërat do të ndryshojnë, por mirë po do të jetë shumë më vështirë për Pejen në këtë kampionat se sa që ka qenë në kampionatet e kaluara. Peja? Peja ka lojtarin më të mirë gjitha kohërave në ekip. Dardani ka fillu me ushkri, edhe ka fillu po lunë ai Dardani që jemi mësu me pa. Peja me këto përforcimet e fundit, unë mendova që ja ka huq total, mirë po dy lojët e fundit ata po lujnë mirë, edhe ky qendra ishte shumë i mirë. Mendoj që ka me u bo rezistencë, për momentin ende është herët me folë për ta, pasi që tash veç sa kanë fillu me u përshtat njëri me tjetrin, është komplet ekip e re për asaj që ishte para 2 muajsh edhe shohim pak ma vonë, por është pozitive kjo që po ndodhte. Shumë shpejt po shkojmë te Bora.